Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha, në tryezën e diskutimit të organizuar për portin e Durrësit, hodhi akuzat të forta në adresë të qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Berisha theksoi se porti I Durrësit po kthehet në aferën korruptive më të madhe që ka Europa në tryezë. Aferë që shkon për përveçsimin e pasurisë publike nga të gjitha pasuritë që kanë shqiptarët sot. Pasi porti është pasuria publike më e madhe që shkon në 3.8 deri në 4 miliardë euro, theksoi Berisha. Çështja që ne shtrojmë sot është për momentin afera më e madhe korruptive që Europa ka në tryezë, ka në tavolinë. Kjo aferë shkon të paktën të marrë së bashku përvetësimin e pasurisë publike nga të gjitha pasuritë që ka publike që kanë shqiptarët sot, numri 1 është porti I Durrësit. Pas portit vjen Kaskada. Porti vetvete me trojet dhe me të gjitha është pasuria publike më e madhe e cila shkon në 3.8-4 miliardë euro. Edhe Kaskada ka vlerën e vetë, por porti e ka më të madhe se çdo pasuri që ka ky vend. Ku është investuar, ku është një investim miravjeçar, por që ka shërbyer si kryeur e lidhjes së shqiptarëve me Perëndimin dhe ka qenë në pozicionin e tij jashtëzakonisht strategjik dhe një faktor shumë I rëndësishëm në çmimet, në transportin e levërditshëm e tjerë. Historia e këtij korrupsioni të përmasave të pakufishme është e tillë. Durrësi në vitin 2013, duhet ta dini ju të gjithë, kishte zonën e përcaktuar për marinën e vet. Durrësi donte një port marine. S'mund diskutohet. Mungesa e qytetit më të rëndësishëm që kemi ne, I mungonte porti I peshkimit, I mungonte një port marin. Dhe zona porti I peshkimit u ndërtua me parat e bankës botërore, por pavarësisht se u ndërtua, atë e morën 2 trafikantë të damkosur ndërkombëtar, një Naim Bey mos gabohen dhe ky Luca, Gjergji Luca. Këta e morën atë sepse donin detyrimisht të kenin akseset e tyre në profesionin që ushtronin. Por marina ishte e përcaktuar me projekt, me tender, me të gjitha, midis Currilave dhe Hotel Volks. Kryetari I Partisë Demokratike Berisha, gjatë fjalës së tij, akuzoi direkt për korrupsion kryeministrin Edi Rama. Ishte bërë projekti, ishte bërë tenderi, ishte shpall fituesi, dhe do fillonte puna. Dhe Durrësi do bëj me portin e marinës, që I takonte, që I mungonte. Cila është historia? Historia është kjo, është regjistruar biseda e Edi Ramës me Yllin Ndroqin, në cilën Edi Rama I thot Yllin Ndroqit, I thuaj atij arabit tënd që pa 10 milion nuk fillon punën. Pa 10 milion euro nuk fillon punën. Ylli Ndroqi I thot, unë për 10 milion nuk mund t'i them. Se
do më thënë, për 10 milion nuk i them dot. Zëvendësimi i portit të Durrësit me një port 4 herë më të vogël është një akt fundekryr antikombëtar, tha Berisha. Rama i vuri syrin portit të Durrësit për të bërë multimiliarder. U tha shqiptarëve që do të ndërtohej nga privati dhe nuk do të paguani as 100 darkë, por pas 3-4 viteve del që do paguhet nga taksa paguesi shqiptar, pra do të pasurohet me klanin e tij mafios, përfundoi Berisha. Për Durrësin. Sepse